Kjo është tregimi çuditshëm i një femre. Edhe kjo shumë është interesant. Kjo vajza e nis këtë tregim duke thënë alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, falendrimi tek Allahu xhaleshanu, selamu qofshin mbi Muhamedin selam. E ka nis me një farë parulle apo me një farë formulle apo një ligj i cili kur nuk ka shkalohet. Ky ligj gjithmonë praktikohet, Allah i ka bërë ligj në fytyrë tokës. Kema tudin tudan, sikur që ja bën të tjerëve, edhe ata ta bëjnë tyje. Apo ndryshe, sikur tu ja bësh të tjerëve, ai të kthehet edhe tyje. Kjo rregull është. Sikur që ban mirë njerëzit. U sjellë mirë, prit të mirë të kthehet. Në të kundërtën, u sjellë keq, ban kurthe, komplote, dredhine, xhelozi, të kthehet. Kjo e ka përjetu këtë ligj dhe këtë formullë në jetën e vet. Kjo vajzë thot, tregimi është një motrës muslimane, të cilën Allah e ka sprovu thot në ditën e parë të martesës saj. Por ajo ka bë sabër durim. Sabri, sjell, selamet. A është ashtu? Sabri gjithmonë jep rrugdale, jep selamet, çka knaci, t'jep sinqer, t'jep shpëtim, t'jep rahati. Allah i ka thënë Kur'an për sabërlit, inna ma yuwaffis sabiruna ajrahum bighayri hisab. Allahu sabërlit dhe durimtar i paguon pa mos. Ha? S'ka numër caktuar. Çe kjo është vetëm ti një numër mëja. Allah fish zero mënon. Hisnalet. Sabërlit, shpërlimet pa kufi pa mos. Çfarë thot? Thot martesa e tyre, thot ka qenë martesa mes mund dhe burit tem, martesa e thjesht islame. S'ka pas diçka deri te sultanat, thjesht thot. Po çfarë doli thot? Pasi që u afru koha martesës, në natën e dhëndrisë thot, çam ka ndodhur. Thot kur kemi natën e dhëndrisë, u afrum, bisedum mes vete, edhe fillova m'ia afru burit tem thot ushqim. Për me ngram, për me pri. Edhe kur ja afrova thot, filluam me bisedu, filluam duke bë muhabet, në ato çaste o momente, natën e dhëndrisë, natën e parë, troket dikush te dera. Burri jemi nervozum thot, vall, kush është këtë moment këtë derë? Se s'na lën neve mu kënaqtu, e na trazon qetësinë tonë. Shok shërej gruaja, shkon gruaja, edhe thot kush është tek dera? Kthehet përgjigje e zonit thot, un jam një lips thot, kërkoj thot ushqim, nga se kam thot pa ushqim. Edhe lypsin nuk duhet asnjë me dëbu as me përzon. Andaj Allah i ka thënë Kur'an, fa amma sa'ila fala tanhar. Asisi o Muhammed, lypsin mos e dëbo, mos e përzon. Ke kush ke? Po s'pate ushqim, s'pate fare, një fjalë. Allah i dhasht. Allah i dhasht. Allah i t'jap diçka më shumë, lutje të mira, uroje. Nëse nuk i diçka nga xhepi apo nga ushqimi. Edhe i thot, kthehet thot o burr thot, është një lyps, kërkon thot ushqim dhe ka nevojë. Këto çaste, këto momente ka ardhur thot, më në i prish neve ratin që kena prit, me vitet e tëra, ngrihet ky burri, çohet, del jashtë edhe godet atë lypsin. Bashë godet edhe, i mshon, edhe ai normal, lypsi i mërzitur, brenge që s'kapën me hangër më me pi, edhe kjo shqetësim për mi, një për një, edhe kthehet ky burri, pasi që kthehet ulet, thot kjo gruaja i nervozum, i mërzitur thot, e ka sikur se po thuj se thot, një frigë apo një farë fobie, sikur smundje e gjindve, edhe u boj çmendur thot. U çmend natë. Bërtit ke me të madhe, sa që tha atë që nuk e bërtit, duli nga dhomja për shtëpijës, thot edhe ma kur se kam pa burin tem. 15 vjetë. Sune kam gjetë, kam et pa e martun. Sabër, ke gruja, thot. Kam ba 15 vite të tëra, thot. Mas 15 vite ka ardhur dikush me ka lip dorën teme, më martun. Edhe unë e pranova, thot. Pasi që pranova natën e partë të martesës ma të burin, fillun muhabet, bised, i afrova thot ushqim për me hangër. Kër i afrova ushqim për me hangër, njani thot troket e dera. Thot që këshirë kush është e dera ki buri? Dera thot kush është e dera? A i thot me zatat, unë jam një lips fukara, kam nevoj thot për ushqim. Kthehet i thot bërit vet, është një lips kërkon ushqim. Thot merr kit ushqimin, jepja krejt atë lipsit, e nëse me diçka, unë e ti pas të jajme. E merr kjo gruja atë tepsi dhe pasha ka pas më ushqim, edhe i afron atë lipsit. Kur t'ja afron të dera del, kjo gruja kthehet duke qajt.
fillon me kajt me të madhe. Kane nuk nalë, qane nuk nalë. I thot buri, çka ndodhi? Mos qajti, mos të ofendoj, mos të karrej. Thot, jo. E çka ndodhi? Thot, çka është kjo? Thot, subhanallah. A di kush o kjo lypsi? Thot, nuk i di. Thot, kjo është buri jam para 15 vjetëve. Ka ndodhur një ndolli, thot, natën e dhëndërisë, thot, ka ardhur një lips, thot, ka turkit, kërkoj koshim, ky buri jam i nervozum, tha, këtë çast e këto momente kjo ardha, këtë kënaqësi më të madhe, thot, më prishti mu këtë ambientin na. E thot, e ka godit, thot, edhe është sëmur që 15 vite se kam pa, thot. Subhanallah, kema të din të danë, sikur që ja ban, ta bajnë. Kur i ndëgjon ky buri, të fjallë, janë niski me kajt më të madhe. Thot, ti çka ndodhi? Ti pse e duke kajt, thot? Subhanallah, thot. A dikush ka qenë lipsi i parë para 15 viteve? Thot, kush ka qenë? Thot, unë kam qenë. Allah si ka zëvendësu. Bash lips, një ditë bash patron. Patroni i bat lips. Kur mos në nëshma, kur mos në nërësa. Mos Allah Gjereshan është hakmarës. Allah i menë hakmarë për të batë vafrin. I le do qaste momente, mos po pëndohesh. Kura Allah nuk është që kishte kënë se nuk pisha Allah gjanat, po ja fatizon, ju i le apsira, do se ki pa padresi zullum, mos po pëndohesh. Që shka ora dithi? Allah a fatizon. Fish kur e kap zullumin, felen ju flit, nuk shpoton as njerë. Edhe kjo gjare ka qenë me vërtet, ashtë gjare është për neve mësim, duke njës nga vetja ime, pas të për juve, valla sigur që e ban tjere të ban. Kjo me automatizëm, po ja bani gjelitan, thetë dhe e kundër ta. Ja bani këshies, ja bani mikit, jaranit, dostit, kuna punëtorit, kuna t'ja bajsh, më e men këdhet. Andaj kultivon më të mirën, më të bukrën, më të dobishmën. Aja ka më të këthi, shka thëjnë popli, shka e ki mirë që ata ki me korë. Vallaj, këtë fjallë kam një dhe për pleqve. Po vallaj, një thështa një plakit, e kam shok të ngusht, e kam si jaran, për pleqve, jaran e kam ngusht, i thamë, subhanallah, shumë i mirë, shumë i dashëm, thot, këtë është kjo e mjellë me babës tem. Babën tem, thot, me kanë lavdu të kalumën, shumë ka qiri mirë. I sesë me njëzë, thot, i sesëm, ka dhanë, gjymer, bujar, fisnik, thot, kretë kjo është produkt, fryt, i qa ka medh, sot të kore vladi nipa, edhe kundër ta, po nëse mjedh keq, ofendon, shon, gjelozi, padresi, zullum, fqimve, e vladve, fukarave, jetimave, nuk do menive ti, vetëm egon tani, unin tani, sa problem, vetëm është qështje e kohës, se të kthejet e pagun këtu fakturën para se me shku me pagu që të kun. Kjo disi për në gjënë vëzët dhe dashër, sigur se një që ka inë në supermarket, a i ka të shjetë shumë ta, ka qep me mërë ta, i me të synit e kjo, a gjepin kur konë se ka me pare, merë, po kur ta mu që korë, du të me shku ku. A po atite, faktura, a e shlën kollaj, ja thë të thej lekin, e abu rekin, pos po atë i këthen mas. Edhe këtu ti, pa e pagujt, nuk ka shansë.